Duke qenë se videoja jone e parë në Vërmi ishte më suksesshmja. Dhe jo vetëm më suksesshmja, por videoja e dytë më e klikuar në YouTube. Ne menduam që ta rikrijojmë pak, por kësaj radhe ndryshe. Tani, duke qenë se njerëzit gjithmonë janë shumë kurreshtar, se sa lek mund të harxosh për 24 orë në jug. Kështu që Hajde në Gjithmonë Durrësi është dhe super trafik. deri tani kemi parë 2 aksidente, kështu që po i bëjmë dy duar këtu që. Tani ne do vim muzikë, do shohim rrugën deri te karburanti që do mbushim naftën. Tani po vim në lushnje, parsi. Kristiana, e kemi dhe me qëra. Isha u emocionova se diva air break. Kristiana gjithmonë kështu është kur niset për jug, nuk Ka shqiptar që ikën në jug dhe nuk ha byrek në lushnje. Ne morëm dall, ujë dhe byrek. Ti dallë se jemi ekonomike. Sa bëjnë të gjitha? Sa bëjnë? 5 lekë kundra. 5 lekë? Jemi mirë me buxhetin deri tani. Po. Mëngjesi ne pushim çfarë? Gjes edhe gjys drekem. Faleminderit. Do hedhim naftë. Sa bënte? 120 plot, o? Po. 120 plot. Okej. Na del besoj, na del drejt. Na sjell në Tiranë apo Dërmi Tirana çon asiu? 100.000 lekë? Po. I vetëm Turqi me 100.000 lekë. radhës në Turqi? A di se radhës në Turqi. Okej. Pacim. Faleminderit. Ne tani po ndalojmë këtu të ham byrekun. Matcha girl. Aha. Masa shumë, brek me zi. Hashtag I love my life In a world right full, now. in a world full of matchas, don't forget who you are. Byrek me gjiz. Olani, hapsi njani, Olani! Mbajt si më e fuqishmja e grupit dhe tani do na nxjerrë gjithë këto. Bëj peshë në palesë. Shikoni miq plazhi, shikoni dhe ju nga televizori, nga telefoni, siç po e shohim ne. Ngelan të e pa live, ha? Hajde Ema, tregoj palestrën që bën. 20, më pak se 24 orë. Qa simbolizon ky? Try. Duhet të lë një lek të lartë dhe ta balancoj lekun këtu. Një pije falas. Ta provoj? Për 5 sekonda. Varet, a 50 lekë për shembull s'ka 50 lekë më. 50 lekë, shoma kam 50 lekë. Kam 200 lekë. Emrin Kristiana. Tani më nuk Hajde. më numroni pak sekondat. Hajde. Duhet të rri 5 sekonda këtu lartë që të përfitoj një pije falas. Okej, Kristiana po provon se do fitoj një pije falas apo jo. Provojo Kristiana? Jo, prit me hile. Po m'jepi 50 lekë, sa m'jep 200 lekë. Po ha mos kemi 50 lekë. Ja pas kemi 50 lekë. E kam i 50 lekë. Shive tani shife. Do provojmë tani me 50 lekë. 50 lekë shipatit. A kemi as kemi? E kanë marrë të limonin me gunga, këta e kanë bë me hile. Bëje, shpejt. 1, 2, 3, 4, 5! Sa duhet Kristiana? Sa sekonda duhet? 5! Pra, i fare. 5 apo 4? 5! Një pije për të treja. Aj, sa të lagi një qikryli, një pjesë. Nuk kemi as një Gjirokastër këtu me motor. Sa ku ky stikeri? Okej, Sweet ne tani do bëj pagesën. Sa është Roma? 75 euro. Pacim për 3? 23,60, 75 i bje... Të bje 7... S'na bje shumë, s'na bje. Pas e lekës në taj pastaj, dhe përbuj unë. Nuk shumë ka është keq si të vim sezoni, se pastaj ngush besoj ka shrymen tjera, apo jo?
presim dhe kusurin. Faleminderit. Si na ka shtruar të fila. Ua, sa romante, po sa morën vesh do iknim ne më. Dasi romanca. Atëherë, dhoma e miqve është gati. Okej, si do i shash? Hajde. Pyes vetëm kush do flej këtu. Vetëm. Dhe kush do flej, hajde? Ema do ndajmi sot bashkë? Do mirë, tash se s'ha grosh për ditë. Ti do flesh atjell ne. Ja, unë do flej këtu. Ja, unë do flej atet, ja. Tani, erdhi momenti juaj i preferuar. Do t'regojmë valizhet tonë. What's in my bag? Tani, ta bëjmë e para. Niste. Crystal ka vetëm me këtë çantë, unë dhe Ema kemi valizhe. 2 valizhe të ndaja. Vem ta gjëra rrugës, po do t'i tregojmë. Tani mbaj çik. Na e trego pak. Ka marrë një çantë. Ka Pedallin e tike. Meci, edhe se kam. kjo çanta. Kash, që ka dhe Kisiana. Syze. 3 palë syze. Faleminderit që ke menduar të për ne. Tani, që ku kanë dalë në mod, ka vesh dhe Ema, përse, Sa ku kjo? edhe këtë fundi, Sa bukur? Shumë, Crystal. Po s'ne ti ma ek mu. do t'i ndajmë, nuk do ziheni. Sharing? Si kape prap, sharing is caring. Tu ka ca gjëra që nuk kanë nevojë të shifni, janë të brendshme. Jo. Breçka. Kat. Ka aksesor për plazh. Cingla mingla, do i hapësh pa? Pa. Kjo është kjo, si gafo, jo, gualt. Vërë Ema? Ma vërë mu? Hape Ema, hapta. Prit. O, si sa e Ule. Kjo është kapse, Crystal? Sa e bukur kjo, flutur. Krysa më krin kjo, si e vëndot. Ky është një kështu. Sa e bukur kjo. Këto janë, nuk e di sa është kjo. Kjo është belly chain. Po, belly chain. Tregoj që këtë belly chain është shumë i bukur. Po, vetëm sa të hapet. Oh, Kjo është vjetë tek veli. Shumë i bukur, yje. Këtë mund ta vëmë sot kur të veshim bikinit. E, sa më shko ka vua me këtë, moj. Si do ta marr me stil? Pra, do ta bëj një edhe këtë varës, do ta bëj tani këtë varësën. Kjo është poçetëse, kjo është një kal. Shik. Jo, qa është tu? A është kal deti? Unë dhe Kisiana, me thënë të drejtën, jemi aq shumë rrëmuj se kemi marrë 2 valixhe kaq të mëdhaja. Nuk dim se çfarë t'ju tregoj më përpara, por Vërtet është që këto valizhe do t'jona që të paketuara dje, ishin në jug, unë nisa për Tiranë, kemi shkuar tje në orën 12 natës dhe u kthim prapë sot në mëngjes në jug. interesante. Unë fare, siç ishte është pra. Unë i hapa se ndrova ca gjëra. E shef që kemi një saj? E një është me boshke. Sa i bukur ky. E moj. Ua, sa i bukur ky me. E moj. Ke pëse kemi edhe këtë fustanat. Po, edhe ky shumë i bukur me cica, këtë do e vish shumë ndoshta. Kemi edhe këtë kafën tjetër. Kjo që nga kafë, që nga si vjellë, qanë shku. Nuk e di pse rastësisht kemi kaq shumë gjëra në leopard me veksel. Do sa është sensacioni verës, nuk e dim. Leopard. Unë kam taka, gocat bikini, njëra ka fustanin. Atëherë, shife se çfarë bën një influencer. Për të bërë një foto dump. Wow! Crystal, amazing darling. Fit check. Po, unë kam marrë një kaptene. Kemi veshur rrobat e plazhit, syze, çanta. Çanta është full me gjëra. I marrë edhe për pastaj për foton perëndim, syzet, Aparati. po. Ky fundin e kam veshur edhe herë të tjera, por nuk kam gjetur kur si këtë fund. Nuk e Po di. edhe unë këtë kam veshur edhe të këtë dërmiu herës kaluar. Tani e ka radhën të zërgojmë Kesianën. Shifeni që Kesianën është bërë njësoj si këto lulet që ishin këtu. Po. Ec pak të tregoj fiks me lulet. Okej. Me ngjyrë. Outfit check. Kam marrë këtë çantën e kashtës, të fustanin në roz, që është i Emës. Kam marrë këto bikinit leopard, bizotron leopardit e ne, dhe kac. Ha Kesiana, vdishe për buk. I thash gocave, ju lutem hajde ikim ham, parës të bëjmë histerike dhe të më duroni. Ja para priba, dhe mësohem për të Po ngrënë. presim bukën.
porositon buk, po vdesin për buk. Unë prandaj nuk kam folur shumë deri tani sepse nuk jam ushqyer mirë, po pas kësaj video do më shihni. Kemi porositur aq bollshëm sa për të ngrënë për gjithë vitin. Do ja tregoj për pak. Qisi! Ndërkohë shikoni pak të çmimet. Të ham qep sepse nuk kemi njëri për të puthur. Sprisni dot, ë? Krista, se ke problem? Me që do flimë bashkë. Këto do flem bashk. E ma më falë. Dhe pushime më lejohet. Tradhtare! Kusa. Shia e vërtet e jetës. Goca, sa mendoni që ka shkuar dreka? 100. 100? Më shumë se 100. Të dyja mendonin 100. Më shumë se 100? 120? 10.000 Po, që nuk hëngrëm. Shumë pak. Pak, mirë. Jemi mirë deri tani. Po prap, që ka bë më shtrenjt? Më shtrenjt, ka s'ka bë? E po donë të krudo kjo? Do jeti mo, jon. E, ku do shkojmë ne? Shkojmë te plazhi? Te plazhi, do lahemi. Ja dhe fokat e detit mas buke. Tregojmë si barkun. Fisti për veten se barku im është flet para pas buke. Halum si ti, po ne të shkretat. Porosita një islate, Ema tha një gjë pa sheqer dhe i sugjeruan një ujë. Se jam ekonomike. Dhe Kristo i do Gjë shfryrëse. do një gjë shfryrëse. Çka ka shfryrëse? Përveç banjos. Kjo ishte gjëja ime shfryrëse, ice latte dhe ujë për hidratim nga Ema. Stay hydrated. Duket si emër. Hidreti. Stay with it. Oj, Ema qëtëso. Ema të luta zë na Pasi mori vesh s'ka njerëz në plazh. Vetëm mere. Stay with it dreti. Jemi vetëm mere deti, sa buka. Tani, një ice latte bën 3.000 lek. Një soda, qa është kjo, bën 3.500 dhe një ujë 1.300, të gjitha 8.000 lek. 7.600, se po ta llogarisësh është shumë mirë se 8.000 lekë do të vesh një koktejl. Po, Po tjetë ta marrim tërthorazi. plus 30 ishte shezlloni, me sa na than. Plus, besoj që çmimet e shezllonit ndryshojnë ndryshojnë. 30 e 8.000 Le lek. të theksojmë që jemi me shezllon vit parë. Normal, E pra. si sa ka hije. Ne dhe i dreti. Po bëjmë foto në perëndim, shifini dhe një pak. Ami e ma le jashtë. Do me bësi e shkallë, do me hap me kod, jo me qartë. Sa Ftot? Hajde. Fak, o Ema do na pushoj zemra. O Ema jo, shumë ftot. O Ema ndis të ngrotin, të lutem. Kame nga vrejtë shumë. Jo do na pushoj zemra, kam e vërtet. Episodi 100, ta carojmë Emën dhe e kapin fix aty ku e kapin nervat. O Ema, pa tash që kam zënë unë. Po ti, o Ema, po ti qa shoqe je që as në banjë, ajo të thashë dhe plazhi që do hye para. O Ema, po dita nëse vdisha. Ua, Po si futesh unë thash të futem unë. Po qa një dhe ka dhe unë halë jam s'mëri kodë, s'tu me një të mbajnë. qa halli ke ti o Ema? Po dil pra mo! Ja pra. Kjo pak, kjo dhe i kem brapa. Po të ke mirë o Ema. Kjo pak brapa. Kjo brapa. Qa të bëj brapa? Shisi, nuk rinë kështu. O Ema e ke vesh kesh moj. Get ready. Ne do bënim get Do, zhvishin. Njof një gruaj që kur shkon në dasëm, edhe veç nga këto fustanet kështu, ke parasysh të gjëra edhe kur kërcejnë. Ua Ema, gjeta si visër. Ua
kam 1 sekond. Okej, Sara, 1 sekond tu të vlerë ta bëj një kërcim. Bëj si kërcim. Edhe pritani, është duke kërcyer. Të fugoni. Bëj vjetë. Këtë do në video ta kala. O, ja ti shumë i mirë bëj morë një të rritë. Latim se Jesse. Are you Albanian? Albania is cool. O Ema, ku do ikim? Festivali Kali. Outfit Një gjë të kuqe, si dem. si dem. Po ti Kesiana? Kam shumë një gjithë sa atent, se unë jam një zonjushje lady, edhe nuk dalë ndryshe. Dhe vendosën, se ti për mua nisë mund të ha diçka, nuk i dihet kur, mund të ha diçka ose shumë diçka, po këto vendosën që të mos ham darkë se kemi ngronë vonë, edhe janë Boll prasa e morën vesh. Një që me bezdis. Nëse, S'do ham dark. do ha, unë do ha. Ne s'do ham dark. Edhe ti Jo, unë nuk do të tregoj. Shapka. Se se më dhëm din këmbë dhe jam shumë e logë. nuk respekton kodin e veshjes. Po pusho, mor burr. A e marrim të andale këtë, se që ka shumë lafazan. Marrim? Nëse, love your hair. Dhe ato ra në gjumë për 100 vjetë. Se vetë mja gjë që mund t'i zgjonte. Isha unë. Goca. Qohuni. Ema përfiton pa nga Kristi se sot do flim me mua. Tani do flem gjumë, se shkoj pak vonë. Ndërkohë, qa po bëni ju motrat Mustafa? E para po ishte më bukur. Qa po ndof këtu? Po editojmë foto. Po, ashtë qa bëjnë gocat në ta. Mos na bëj spoil, futen bëjnë like. Futoni direkt në Instagram. Edhe shi bëjnë sticker, bëjnë copy, bëjnë stickers. Hapi Ema ti fotot? Vazë gjumi pa bë foto. Pa ti pa. Ja, po editu foto. Me ka bo Crystal i këto, e mos di me bo foto. Kesiana. Kesiana, qo që do ikim të Hambuk. O hap tengo. Ema. Qo është Hambuk. Hambu? Hajde. Restauranti dhe mëgjesit. Kesiana. O Kesiana! Për ti. Së të maron buka. Hajt, se e kemi të përfshirë, hajt. Ullë Rizarin! Do ikim të hamoj. Mirë po, dini andej ullë Rizarin. A ka shqiptar që nuk vë alarmin në orën 7-8 mëgjesi që të qohet, të kapi mëgjesin dhe të haj, kur është i përfshirë në çmim? Po ka, quhet Kesiana. O zhua dhe zonja në fjalë. Tani po Mirë mëgjes! O zoti Po i kip të ham një mëngjes të bollshëm ashtu si shnara hije. Kesiana sot ka zgjedhur Po dhunë. jam shumë e caruar që në mëngjes, sepse, paguam domë 75 euro, po mëngjesi nuk është i përfshirë. Which means që unë që do të thotë mund të pagoj 100.000 lekë një dhomë, dhe kam dhe mëngjesin e përfshirë dhe dhoma është më e mirë se ajo që kishim, se duk shumë nuk ishte një dhomë shumë e mirë. Po, në fund të ditës e zgjodhën vetë. Po, dakord, po dhe nuk ishte shumë si në foto, Nëse po anyway. kjo logjika e mëngjesit që ndron, se ne këtu nuk e dim akoma se do na shkojë mëngjesi, po sigurt ka për na shkojë 40.000 lekë. Po vetëm një tost lavë. Vetëm tost ishte 10.000 lekë, 9.500. Kështu që presim të shojmë faturën. 30 edhe një cappuccino dhe një ujë, 40. Tash të vjesh një jugë të hash mëngjes 50.000 lekë, si normale. Është i bollshëm, me thënë drejtën. Duket shumë i mirë nga syri, ndoshta ja blen aq lekë.
Jo, më thjesht më ka kapur inati se kam paguajt dhomën dhe s'kam gjesin falas. Më ka kapur shumë inati. Po tani do ha. Ndoshta jam kështu se nuk kam ngrënë, nuk e di. Masi i sham, ti ham. Ja dhe totali ram në kokë që do bënin 40.000 lek. Nëse ishin të mira. Ne për pak bëjmë 24 orë që kemi ardhur, kështu që po bëjmë check-outin dhe përpara se t'ikem përfundimisht do bëjmë një gjë shumë të rëndësishme që janë llogaritë tipike shqiptarshe se sa lek kemi harxuar. Ani baby. Misioni jonë ishte që ne të gjenim se sa harxhoni njëri në dërmi për 24 orë. Ne për pak bëjmë 24 orë, kështu që jemi gati me faturat tona që kemi këtu të gjitha. Nisem. Makina me qira 130. Aha. Nafta 120. Okay. 5.000 lek byrek. 75 ishte dha me qira. 75 i bi pa mëngjes. 73.000 lek? 75 vendosë se kemi lënë pak shishe vërdall, kështu që përfshi. Pa. Harxhuam 8.000 lek dhe 30.000 lek ishte shezon, 38.000 lek te plazhi. 38, okay. 8.000 lek ishin pije. 8.000 lek ishin pije dhe 30.000 lek shezoni. 5.000 lek parkim, se paguajtëm dhe parkimin. Po, 5.000 lek se parkim. s'kishin fatura. Po, s'kishin faturë. 80.000 lek ishte dreka. Pa. 80 shkoj? Po, 80 shkoj. Nuk harxhuam për darkën. Se s'hangrëm darkën, mbajtëm barkun. Po. Mbajtëm. Dhe 40.000 lek ishte mëngjesi Pim sot. koktejl. E po ato si paguam se jemi bipa. Dhe 40.000 lek është mëngjesi sot, fatura e fundit. Ha? 517.000 lek. Pjesim për 3? Ua, 3 vajza në gjumë. 172.000 lek për 24 orë. Për një njeri. Ua. Dhe jemi në sa do ta sot? 9 qershor. Imagjino ç'a bëhet në korrik dhe ngushtë që është fluksi. Do me thënë ti të rish një javë këtu po marr në korrik, 200.000 lek mesataren, 2 herë 7 i bie ti të duhen 1,5 milion lek si individ për të ndenjë një javë në dhërmi. Po, llogaritë çmimit të qershorit. E mora 200.000 lek mesatar, nuk e mora 100. Imagjino ti je 5 goca për shembull, nga 1 milion lek, 5.000 euro do të kesh Shko, se ju e pat qa hëngrëm, nuk është se kemi ngrënë aragost ose ndonjë gjë të çuditshme. Okej, shiko, ne mund të na ketë kushtuar pak makina me qira, po mund po të kesh makinën tënde është tjetër gjë. Po nuk kushton shumë, edhe nëse çfarë na rri më kushtoi- shumë ditë. Po, që na kushtoi dhe më shumë ishte për shembull se kishim makinë e madhe, na kushtoi nafta, se po të kesh Po jo, tani po të rish tu e televizësh më shumë në përkaqe dhe është duke na mbaruar nafta. Tani, si shpjegohet? A është jugu i shtrenjtë apo? jemi ne të shtrenjta do thë. Apo jemi në të shtrenjtë? Jo, ne kemi bërë një test normal. Gjithsesi, nëse ju doni që ne të testojmë dhe të provojmë plazhe të tjera, ndoshta jo në jug, ndoshta në veri ose atraksione të tjera turistike, na shkruani këtu në komente dhe ne do t'i provojmë. Edhe do bëjmë krahasimin. Ne xha i kemi një dy plane, po marrim dhe sugjerimet tuaja. Ju duam. Na shkruani